Prokuroria e Fierit ka përfunduar rrethitimet për ngjarjen e rëndë të ndodhur në 12 tetor 2024, ku dy të moshuar pronar të një dyqani u dhunuan barbarisht nga Ilir Nukaj pas refuzimit të tyre për t'i dhënë alkool. Ky sulm çoi në vdekjen e Namik Rustemit, ndërsa bashkëshortja e tij mbeti e plagosur. Sipas njoftimit zyrtar, Ilir Nukaj akuzohet për plagosje të rëndë me dashje, me pasojë vdekjen e Namik Rustemit dhe për plagosje të lehtë me dashje ndaj bashkëshortes së tij. Ai ndodhet aktualisht në masën e sigurisë arrest në Burg dhe çështja dërguar në gjykim. Ngjarja ndodhi në dyqanin e Fierit, ku çifti moshuar punonte dhe shiste produkte ushqimore e pije. Sipas dëshmitarëve, Ilir Nukaj hyri në dyqan dhe kërkoi alkool. Pas refuzimit nga pronarët, ai u bë agresiv dhe i sulmoi fizikisht. Sulmi ishte i dhunshëm dhe brutal, duke i shkaktuar të moshuarit plagë të rënda në kokë dhe trup. 80-vjeçari Namik Rustemi u transportua me urgjencë në spital, por një javë pas sulmit ai ndoroi jetë si pasojë e plagëve të marra, ndërkohë bashkëshortja e tij mbeti e lënduar, por fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Pas hetimeve disa mujore, Prokuroria e Fierit ka finalizuar dosjen hetimore dhe ka dërguar çështjen për gjykim, duke kërkuar ndëshkimin e autorit të dyshuar. Pritet që gjykata të shqyrtojë provat dhe të marrë një vendim për këtë krim të rëndë që ka tronditur komunitetin. Ngjarja ka ngjallur reagime të forta në opinionin publik dhe ka ngritur sërish shqetësime mbi sigurinë e qytetarëve, veçanërisht të moshës së tretë, që shpesh bëhen viktima të dhunës dhe grabitjeve. Tashmë pritet që gjykata të vendosë për fatin e autorit, ndërsa familjarët dhe komuniteti kërkojnë drejtësi për viktimat.